Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Maska me kos që zhdukur udhat për gjithmonë, ja si ta përgatisni. Kosi nuk është i vetmi produkt i shijshëm dhe plot të vlera për të konsumuar kudoherë. Sipas ekspertëve janë pikërisht këto vlera të cilat përmirësojnë shëndetin e lëkurës dhe nga ana tjetër, nëse ju i përdorni ato si një maskë natyrale, do të keni një lëkurë të lëmuar dhe plot shkëlqim, pa nevojën për t'i shtuar as edhe një përbërës tjetër. Kosi kthehet në maskën më ekonomike me përfitime tepër të mrekullueshme. Mineralet dhe vitaminat që ju do t'ju duhen. Ka një arsye pse kosi i jep lëkurës së fytyrës një rigjallërim dhe njëkohësisht një shkëlqim të menjëhershëm. Sipas të dhënave, janë pikërisht këta përbërës të cilët ndikojnë në shëndetin e lëkurës dhe nga ana tjetër zinku i njohur për vetitë e tij anti-inflamatore nxit rigjenerimin e lëkurës si edhe balancon gjëndrat yndyrore që shkaktojnë krijimin e akneve. Të gjithë ne e dimë që kosi përmban kalcium, kalium dhe njëkohësisht ky përbërës mundet që të ndikojë në shëndetin e lëkurës. Zinku i njohur për vetitë e tij anti-inflamatore nxit rigjenerimin si edhe balancon gjëndrat yndyrore që shkaktojnë krijimin e akneve. Të gjithë ne e dimë që kosi përmban kalcium, i cili hidraton dhe parandalon përtharjen e lëkurës. Vitamina B nga ana tjetër e bën të mundur mbrojtjen e qelizave të lëkurës nga radikalet e lirë si edhe nxisin prodhimin e yndyrave tepër të shëndetshme. Acidi laktik nga ana tjetër është një nga përbërësit më kryesor të kosit dhe që gjendet në shumicën e produkteve të lëkurës. Ai funksionon gjithashtu si një agent natyral kundër rrudhave dhe plakjes së lëkurës. Por veprimi kryesor i këtij acidi është parandalimi i prodhimit të enzimës tirosinaz, e cila gjithashtu nxit prodhimin e melaninës. Dhe nga ana tjetër, ju duhet të dini që lëkura juaj duhet të jetë e bardhë dhe njëkohësisht e pastër pas këtij procesi. Si ta përdorni kosin për lëkurën? Mjafton që në një filxhan kafeje ju të hidhni 2 deri në 3 lugë çaji me kos dhe njëkohësisht të përzieni derisa të formohet një masë e plotë. Më pas vendoseni atë në qafë duke treguar kujdes në mënyrë që të mbuloni të gjitha zonat problematike, si edhe qafën. Kështu që, ndërkohë që lyeni fytyrën dhe e masazhoni atë me lëvizje rrethore për të nxitur edhe qarkullimin e gjakut, kosi do të fillojë dhe do të ngurtësohet pas 5 minutash duke krijuar një maskë të mirëfillt. Lëreni atë për rreth 15 minuta dhe më pas mjafton të njomni pak duart me ujë dhe përsëri ta fërkoni fytyrën derisa shtresa e kosit të thërmohet tërësisht. Kështu që ju do të largoni qelizat tuaja të vdekura të cilat luftojnë që të gjitha papastërtitë e mbledhura nga lëkura në kontakt me faktorët e jashtëm të zhduken një herë e mirë. Por gjithashtu, ju do të parandaloni edhe krijimin e akneve si rezultat i infektimit të poreve nga papastërtitë. Më pas, shpëlajini fytyrën tuaj me ujë të bollshëm dhe fshiheni lehtë me peshqir. Nëse keni një fytyrë të ndjeshme, sugjerohet që thjesht ta shpëlani fytyrën tuaj me ujë të bollshëm. Sa shpesh duhet ta përdorni kosin për lëkurën e fytyrës? Për personat me lëkurë të yndyrshme është e këshillueshme që të përdoret çdo ditë për të patur rezultat, ndërsa ata të cilët kanë lëkurë të thatë mund ta përdorin 2 apo 3 herë në javë. Pa ja hequr meritën produkteve të kozmetikës që marrim në parfumeri,
Mund të ndihmojmë lëkurën tonë edhe me produkte të bëra vetë, me përbërës të thjeshtë dhe njëkohësisht me kosto minimale. T'i rikthejmë lëkurës shkëlqimin dhe t'i dhurojmë një energji të re pas ditëve me smog dhe stres, tani është e mundur. Ja disa këshilla bukurie të marra nga gjyshet. Kosi është një aleat perfekt për të kujdesur për lëkurën, falë cilësive qetësuese dhe njëkohësisht hidratuese. Përveç se ka aftësi antibakteriale dhe pastruese, duhet kujtuar që kosi shumë mirë aktivizon elementet përbërës të produkteve me të cilat përzihet, duke u mundësuar atyre të hyjnë në mënyrë sa më efikase në lëkurën tonë. Vetëm duhet të përdorni kos të bërë në mënyrë natyrale dhe jo kosin i cili mund të përmbajë kimikate për të përpunuar apo kosi i cili shitet i miksuar me fruta. Kos dhe kivi. Kivi është një frut i çmuar sepse përmban substanca ushqyese të cilat i japin lëkurës tonë shkëlqim. I pasur me vitamina C dhe E, ky frut përmirëson lëkurën falë përmbajtjes së antioksidantëve, në veçanti vitamina C, që bën edhe zbardhjen e njollave të lëkurës. Kivi ka gjithashtu cilësi antiinflamatore natyrale të cilat ndihmojnë në luftën kundër akneve dhe njollave dhe farat e tij mund të përdoren edhe për një skrap të lehtë. Përgatitja: marrim tulin e një kivi të cilin e shtypim mirë me një pirun, më pas i shtojmë kosin dhe e përzijmë derisa të bëhet e një trajçme. Pasi kemi larë fytyrën, aplikojmë maskën e realizuar dhe e lëmë në fytyrë për gjysmë ore dhe më pas e shpëlajmë. Këshillohet që kjo maskë të aplikohet një herë në javë. Kos dhe mjalt. Maska me kos dhe mjalt është efikase kundër rrudhave dhe qetësuesve dhe arrihet duke përzier një lugë gjelle kos dhe një lugë kafe mjalt. Është e thjeshtë në përgatitje dhe me një efekt të menjëhershëm për t'i rikthyer shkëlqimin lëkurës së lodhur dhe të stresuar. Kos dhe arra kokosi. Një maskë me gjysmë tasi kos, një lugë gjelle me miell kokosi dhe një lugë me miell qiqrash do të jetë perfekte për lëkurat mikse sepse efekti skrap evidentohet më shumë dhe vitaminat që ndodhen tek qiqrat dhe kosi ndërveprojnë në thellësitë të lëkurës. Lëreni maskën për vetëm 10 minuta dhe shpëlajini me ujë të bollshëm dhe të ftohtë për efekt tonifikues. Kos dhe kastravec është i këshillueshëm në mënyrë të veçantë për lëkurat e thata dhe të skuqura. Kjo maskë gjithsesi është e mirë për të gjitha llojet e lëkurave. Kastraveci është i njohur për aftësitë e tij hidratuese dhe qetësuese dhe në bashkëpunim me kosin ka edhe fuqi të mira ushqyese. Edhe në këtë rast nuk nevojitet shumë për të përgatitur këtë maskë. Është e thjeshtë dhe arrihet duke përzier kastravecin me kosin e bardhë. Koha e mbajtjes mund të variojë në varësi të kushteve të lëkurës, nga 10 minuta në gjysmë ore për një efekt sa më të mirë ajrimi. Kos dhe limon. Për kë ka lëkurë mikse apo të yndyrshme, përdorimi i limonit është shumë i këshillueshëm. Shtrydhni gjysmë ose një limon dhe miksojeni me kosin. Aplikojeni më pas maskën me lëvizje rrethore për të stimuluar mikroqarkullimin. Sa më yndyrshme të jetë lëkura, aq më gjatë duhet ta lini maskën të veprojë. Rezultati do të jetë i garantuar, provojeni që ta besoni. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.